–29 prilli është cilësuar si dita botërore e vallëzimit. Për të festuar këtë ditë, Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorë ka organizuar një koncert festiv në sheshin përpara stadiumit Flamurtari. Koncert festiv ky i titulluar Një botë, një ritëm, i cili bëri bashkë të rinj dhe të reja vlonjat, të cilët duruan performanca magjike kërcimi jo vetëm në dans, por dhe në motive popullore. Angela Kaplani, drejtuese e Qendrës Kulturore të Bashkisë së Vlorë, thotë se ky koncert ka mbledhur pranë vetes publikun e shumë të vlonjat, të cilët shijojnë performancat e të rinjve në kërcim. Sipas Kaplanit, qëllimi i aktiviteteve të tilla është të afrojnë më tepër të rinjt drejt artit, drejt kërcimit. Sot jemi mbledhur gjithë së bashku në sheshin e qytetit për të festuar ditën botërore të dancit 29 prilli. Ky aktivitet përfshin gjithë grupet artistike të qytetit të Vlorës, si dhe shkollat e mesme dhe nëntëvjeçarit të saj. Jam shumë e lumtur që për herë të parë ne do të zhvillojmë ditën botërore të dancit, si në çdo qytet tjetër të Shqipërisë, edhe në qytetin tonë. Sigurisht, të gjitha aktivitetet që Qendra Kulturore ka zhvilluar kanë në piknisje dhe në pikë kryesore të saj të rinjtë e qytetit Vlorës. Dhe pse jo dhe argëtimin e gjithë qytetarëve dhe turistave të saj. Balerinët dhe kërcimtarët e rinj të qytetit shprehen të emocionuar që ngjiten në skenë dhe marrin pjesë në këto aktivitete. Sipas tyre, kërcimin e kanë pasion që në vegjëli dhe janë të lumtur që po ushtrojnë si pasion apo profesion. Që merret me art me kërcim çdo ditë, si është të bësh këtë lloj gjëje? Është një eksperiencë shumë e bukur, është një sakrificë e cila do punë, do dhe mund gjithashtu, por që është diçka shumë e bukur. Ke marrëdhënie me publikun, ke marrëdhënie me skenën, ke marrëdhënie me ndriçimin, me çdo gjë. Është eksperiencë shumë e bukur, sugjeroj gjithë të rinjve të qytetit të Vlorës. Ndërkohë do ngjitesh në skenë një koncert i cili po zhvillohet sot, emocionon kjo gjë? Po, është diçka shumë e bukur, ka emocionet e veta, ne mezi presim aktivitetet, vazhdojnë aktivitetet e ne ku në qytetin e Vlorës janë të shumta, janë gjithashtu shumë të bukura, mezi presim dhe t'i shijojmë. Si të quajnë? Alejandro. Si i quajsh dhe çfarë moshë ke? Unë jam Joy dhe jam 15 vjeçe. Si është të merresh me kërcimin? Është një eksperiencë shumë e bukur, është një ndër e realizuar. Sa vite ke shkënë në këtë kërcim? Unë momentalisht kam 2 vite, jam filluar pak e madhe, po që 2 vite. shumë. Ndërkohë do ngjites apo edhe ngjitur në skenë ke performuar? Po. Të japësh shfaqje përpara publikut vlonjat. Është shumë më pëlqen shumë. Është Emocionon? shumë emocionuese. Po. Shumë faleminderit. 18 vjeçe, studioj në gjimnazin Ali Demi dhe kam diku të rreth gati 5-6 vite që merrem me kërcim. Si është të merresh me kërcim? Është diçka shumë e bukur, është komplet një ndjenjë tjetër dhe jam shumë e lumtur, shumë emocionuar gjithkohë që jam në skenë dhe pse kam kaq shumë vite që merrem me balet, prapë është ai emocioni i skenës. Vazhdosh të merresh edhe me kërcim gjatë? Mendoj që do e kem si hobi. Amelia, sa vjeç je? 10. 10 vjet. Sa ke që merresh me kërcim? 2 vite gjys. Të pëlqen? Po. Çfarë të pëlqen më tepër akësim? Më pëlqen shumë kënaqësia që më jep edhe forca që më jep. Ke emocione sot që do ngjidesh në skenë? Jo, sepse jam mësuar me koncertet e tjera. Amelia, sa vjeç je? 10. 10 vjeç. Të pëlqen kërcimi? Po, më pëlqen shumë. Kur e ke nisur? E kam nisur 6 vjeçe. Si 6 vjeç, ke 4 vite merresh me kërcim apo? Po. Çfarë të pëlqen më tepër nga kërcimi? Më pëlqejnë kërcimet moderne e të tjera. Ngjidesh në skenë, ke emocion sot? Kam pak. Ke pak? Po. Je ngjitur disa herë tjera, po prapë. Po. Ndërkohë aktivitetet festive dhe me rastin e çeljes së sezonit turistik të organizuara nga Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorë do të vijojnë, ku në to do të jenë të përfshirë të rinjt, por dhe çdo grup mosh. Me not come here for no game play. White girl.